Ndryshe sa ma shpejt më bëjë jetë gjatësia, përjetësia dhe ringjallja e njerëzve. Sepse planete, sisteme diellore, galaktika ka miliona, triliarde. E mos më nguli se krejt pe gurit e pe dillit jem formu. Deri që tash të ka bloku për shkak feja krishtiane apo islame, sikur me bloku zogun vezën e pulës. Kur del zoga veja, ajo njëherë kur i kubohet, ajo rritet del zogu. Veç ja thënë lëvoshkën pak, cak janë nis me dal për lëvoshkës. Kur i gjallë bëhet për të gjithë. Se bëhet vendi caktuar. 27 banor kosovar vdesin në ditë. 27. E bëhet varreza e caktuar, për shkak A do të më bën varrezën e caktuar kufrizohen do të objekt special më bë, këtë bëhet për buxhetet mi. Për shkak që se bona ministër për ministrisë time bë, se kom reforma që bën paraja. Se paraja bën. Jo ti je president. President. Përshëndetje i nderuar. Përshëndetje. A mundesh më na u prezantu edhe më na tregu për elevacionet që i kam të parashikueshme? Unë jam Gzim Vlla Pashtica për Prishtinës. Jemi qytetar të Prishtinës për 1944-s. Unë jam lind 1969-s, edhe prej viteve 1972 kam fillu me fantazi inovative. Për fantazive inovative lindëshin edhe teori shkencore të cilat për në medhe mujnë më akceptu edhe nga mendja njerit, po edhe nga praktika. Përdushe jem bab, kam 2 fëmijë, e shoqen, jetoj në familje 4 anëtashe, jetoj një jetë qetë komode, por mirë merë inovacione për thëjse për fëminisë. Që shmonan të se këto inovacionet mujnë me bo për ringjalljen edhe krijimin e njerëzve, teknologjisë, avancimi i punës, robotike në mënyrë. Që që, cilat teori i ka dhe dek të veta, sikur pëmë që të shqipeshene, se cilat nga pëmët i ka dek të veta. Nëse se fillohet një profil mjekësor për shembull, për jetë gjatësi, për shëndetësisë, ajo mandej krijon teknologjinë e vet. Po këto teknologji mjekësore janë të shpartalluara në lloj-lloj profile, në lloj-lloj specializimesh. E këto do të më unisumi bëj këtë në ne. Qysh më bëj në mjekësi këtë në vend në ne, është e pamundur po thësim. Po do të më bëj inovacione të cilat vijnë ekskluzivisht për apartamente banimi. E pra apartamente banimi bën që këto ta njës që kanë një lidhje me prodhimin e inovacione për teknologji inovative, për jetë gjatësi, për jetësi dhe ringjallje, në marrë një kabinë e cila do të shtemëntuar për shkak të apartamentit banimit. Kush i ka 2 banja, një banje shfryzon që lënë dhe kabinën vaserike, në të cilën hin njeriu edhe pastrohet nga çfarë do lloj smundi që ka që mund të largu me mjet. Pastruaj për më ringjall. Urdhë? Me çka e pastrojnë ato që me ringjall? Çfarë uji? Jo, nuk pastrohet me ujë. Kjo pastrohet me teknologji inovative, e cila bën ekzaminimin e çfarë do lloj çelizje smut trupore që kem. Për shembull, çikina çelizë dekon, çeliza gorta, çeliza diamosta tepërve. Jo, këto jek. Pastron e pasën se shkaku që çfarë do lloj çelizje që është e tepër në organizëm, ajo s'mon lodhje psiqike, lodhje fizike, anomali, mandej bën rregullime të pigmente, për shkak që bën ato pushat e pleshtë të mëdha, që bën flekisat të mëdha. Këto bën shkaku që domethënë nuk mund më dalë nëpërmjet organeve të jashtëqitjes çelizat e vdekura, apo nuk mund më ekzaminu, më largu. Me këto teknologji, ato ekzistojnë këto teknologji në botë dikon? Këto teknologji janë inovative. Kërkon botë nuk kanë fillu hala mënyrë masovike me prodhu teknologji e cila bën njerin sa më gjatë që është e mundshme me jetu. Sepse sakse përjetësinë hala se ka kohë në dorë. Por për shembull na me bë ministrinë e jetë gjatësisë, përjetësisë dhe ringjalljes dhe apartamenteve intelektuale, për thënë të gjitha shkaku që domethënë do të ditë njerëzia që nuk është fjalë veç për jetë gjatësi, përjetësi dhe ringjallje, por edhe apartamente inteligjente dhe intelektuale që kur marron apartamentet banesore të reja, marron kësaj. Për shembull, një banesë banimi, një banesë shërbimi. Për dyshemesë së banesës së banimit vijnë na shërbejnë dronat.
dronat robotik, na bin kafe, na bin çaj, na bin Nga drejtarja këtë Jo, vjen nga drejtari drejtari, jo, tonë, apo dyshemia hapet. e hapa, no? Dyshemia hapet lloj vende. Mënyrë automatike. Mënyrë automatike kur është koha e caktuar, për shembull, e kam kohën për me pi kafen pas 5 minuta. Pas 5 minuta vjen pyet apo do me pi kafen apo jo, droni. Çdo do me pi kafen vjen. Këtë të na voa ki gjysa se din anglishtën, qysh lyp kopën. Shqip kanë me qenë këtë softveri shqip. Roboti Robotin e programojmë bashkë gjuhën shqipe. Bashkë gjuhën shqipe edhe qenë dyshemia. Mos të ful, no. Valla dash një vjet toksor, më bojnë Allah me mua se çaj kam informata, po thuj se Që ka marrë shumë shpejt, a? 50.000 dokumenti kom tryt në kompjuter që kom shkruajt vetë. Që kom shkruajt vetë, 50.000. Ka definicion veç shkurta, po që e ndërlidhin me temën, temën. Do të ngosin ato edhe veturat edhe këtu. Po, këtë teknologjia e ngasin vërtime tash që ta tregoj për vetura, kur është çështja e transportit në shtet. Se pra çështja e transportit veç kryeqytet është e koklavitin. Nuk ka organizim. Është e pamundur me organizu shkaku që nuk ka rrugë. Rrugë për me bo matë madhë do të mi bo katët në tëksore. Katët në tëksore në rrugëve 1300 rrugë për shembull ka Prishtina. 1300 rrugë zyrtarisht e kom di prej kryetarit komunës mati para një 2-3 qeveri, edhe se janë 1300 rrugë. Këtë rrugë duhet të thellohen, të prenen asfaltit, pa u prish shtëpiat fare. Në me hinë në tokë, a? E mi bo dhe 11 kate në tokë. Rruga e 11. Po të nga bo në matë forë që Berlini. Si ka kërkështu, as New York, si ka as Washington, si ka as Berlini. Berlini është në toksor, të nga bo në matë forë që Berlini. Rrugë 1300 rrugë janë bo 11 rrugë në tokë. Rruga e 11 është ekskluzivisht për ujna. Ujnat atmosferik me bo me pas rjedhjet ma tash gruja globale band vetën. Që mund me pas çrregullime të modit edhe me pas vërshime të mëdha. E këtu bëhen veç prej ujmblesave atmosferik, mbledhet të qelet në rruga -11 që qelet këtë bëhet si lëmë. Prisecës rrugë bëhet që ashtu si lëmë që për me rujt civilizimin që kemë qytetëre në qytete, apo qytetarë që kemë në qytete. Në një urë 5 metra së më pënreqmi me 2 vjetë e për të nreq 20 katë në tokë. Krejt bota lidhet për ide, po ide të reja, ide inovative. Jo vëllon që na bëjnë apel edhe kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, edhe kryetarit Prishtinës përparim Ramës, me të ftuë në zyre, me shku, mja u tregu pak plan programin, të pak ma gjënsisht, edhe qysh është mundësia me bo që ato, sa ma shpejt, edhe me liru e qarkollimin, mos më bo kjo fargushve që po bo në të naon, po edhe kryeministrit me mja marrua një objekt për krijimin e ringjalljeve të njerëzve, teknologjisë, çdo avancimit. Por na do të mos siguru që primare është me pas jetëgjatësi sa më të gjatë që është e mundshme, sepse në mjekësi për shembull shkon njëri vetëm kur është i smut, ekskluzivisht kur është i smut, për çështje kozmetike, për çështje jetëgjatësie, për çështje përjetësie nuk mirë, se nuk ka buxhete, nuk ka dom financa, se ka të limituar sa bën. Jo, për këse a këto na në mbarum të bokorie se këtu ato ndërgjeqen të frizerë. Për bukurien tjera. Po jetëgjatësia është domosdoshme se shkaku do qeliza bëha kjarnojnë vetëm disa orë më gjatë. Edhe është e logjikshme me mësu me tu vetëm një jetëgjatësi të shkurt më gjatë, se s'u ne bën të përjashme të qeliza. Për këtë arsye, çka është e mundshme me bëu edhe përjashëm po, përse ki ide inovative me çit po bëj përjashëm çit organ trupore bën. A ki familjar që ka ndru jetë? Po. A ki ndaj mendim të se në momentin që të bëhet, kanë kemi ringjallë të farin, dikan që e ke desh mas shumë të apo dikan? Veç pak se nuk kemi kuptu mirë. Ringjallja bëhet kështu. Do të bo pajisjet ekskluzive në Prishtinë, që financon nga shteti. Po kuptoj në çush po thotë. A që tash skriti të rregoj këtë procedurë bashkë. Apo edhe me që me bëni. Ekzistojnë për shembull në Amerikë, ekzistojnë vendet ku njerëz frizohen për qëllime të ringjalljes. Kanë besu njerëz prej 1972 frizohen në azot të lëngshëm. Edhe që do të ringjallen pas një periudhe gjatë kohore. E tash ka ardhur koha po thoj se veç kreativitete me bë se jo shpikje zbulime shumë, çash për me ardhi të ringjallja, por pa e bëjë teknologjitë nuk u mirë ringjallë. Edhe njerëz që vdesin e vorrozën varreza, ata suni ringjallën.
se prishet trupi, kalbe trupi. A njerëz që i ruhet, Këtu mi ruhet para se me... Para që i vdisi, mas që i vdisi mirë sënë, ku foma të nxehta, do të mishtina zot langshëm, mi shtin, Mi rujt. mi rujt edhe mi rinjallë. bandi i rinjallë. Edhe në Amerikë Në Amerikë në është njëri maj forti që është Donald Trump, a menën se ko me bo këtë farë për vetje. Mos me dej kur. Ose masit që të vdes, ko me lonë që me morë me shtina zët edhe me rujt edhe me rinjallë. Po. Likvidit të rëshën që në gjënë angleze, gjithë kush e bënë në qëfë se bëhet e afërt me kuptu. Të kuptuarit, të evoluarit. Të pa kuptuarit, kur s'më në evolu një qka sana. Si të bindi të goja është, pa tjetër që të kemi marrë vendime, thonë, në vend për bajta. A si mos bindi vendimesh, dhe më thonë, pa tjetër që kemi qenë kategorik, jo, se dhe jo. Pa mërë, këto kompani ekzistojnë, se jo veç kompania në Amerikë që ekzistojnë, po ekzistojnë edhe Gjermani kompani që frizon njerëz, në Japoni, në Kinë, në Rusi, në 6-8 ka që e frizojnë njerëz, se besojnë që kanë morin gjallë të kufoma. Ka aktore, ka politika, ka edhe njerëz që në shku e kanë bo pagesën për këtë frizim trupit për morin gjallë. E na du të me shku me marë që eksperta në përmjet ministrisë, së jegjastësisë, përjetësisë dhe rinjallës së njerëzve, si dhe apartamenteve intelektuale, dhe me që me marë licencë për tyne, se qysh punohet, çfarë mjete dhe me pas, qysh programohet, qysh... Ata mërmenja që kemë asë eksperta. Krejt bon, shka ku që atje ku shkojnë në vjojnë trajnimin sa që pa tjetër e po. Kjo ideja jute është deri më sot se kom ndëgju asë një. Po të besoj se kjo është inovative. Edhe është një ide shumë e mirë. Edhe po mendojmë se nashta edhe do të fillon edhe rinjallja njerëzve, edhe krimi, dëranve që shfetin në për apartmente, me ta prukopën. Qefi i shqiptarëve është, me ndodhë qaja me ta prukopën të të nejtë. Kjo është ndër 3 milion veçare, ma saksisht të tërgoj që të komën të nejtë. Pej njeri i parë ka zritë të pema, edhe ka fillu me përdor mjetin e parë për gjah, me gjujt lepra, apo thonë zasane, mjet për gjah ka përdor gurin apo drunin, apo mjet për mbrojtje kundër shkafshme tjera që ka përdor mjetin e parë. Krejt, e nuk e di për ata, për shka i fjallën. Po ju që po thu uro për pemës. Kur ka zbrit për pemës, si pas shkencës të që njeri parë ka zbrit për pemës. Për mamunave kena prej ardhe. A feja thot, gjithë ekskluzivisht jo, vetëm prej Ademit dhe Havës. Feja islame, apo feja krishterja thot prej Adamit dhe Evës. E këto, qëfar dhe lloj besimi që ka, unë nuk i përzina në fejnë besimin fetare. Se kush vet për hoqë, për thëmë, shka vet e hoqën. Kush vet për ana krishtere, shka vet e prishtin. Unë e veç të teknologjin, pjesën kapitale bëj. Unë e vete tash të si lloj ekspert. Ekspert, po. Ka e kem na prej ardhën, prote, na e kena prej krimit zëtit, a prej majmunit, a qysh ardhën krimin e njerëzimit. Që ta të regoj si pas pjesës fetare. Se unë fej kom ledu më se 10 vite, kom dëgju video pa ndërprej të doktorve fetarë. Edhe, thojnë, Musaj a.s. Thome a.s. se unë besoj edhe në fanë në ka e adhërën Zotën. Musaj a.s. pasi që ka bo me mira bindje që ekziston Zotë. O Zotë, o Allah, po du me të po, se për di që ekziston, po du me të po. A po kom gulla, po, shkotët e kodra. Të që kjo kodën, afrot e koda Musaja a.s. edhe kur Allah e thotë, që se mund me po ti, që se mund me qëndru kodra, kime po dhe ti, që se mund me qëndru kodra, së më shasti. Kur ka afru drita nuri Allahot, e ka shkri kodën e ka bo plon. Edhe ka thonë ti, ati ka ratë fikt Musajt. Ka kërqu, on falë Allah. Unë e pas të gabu. Mradhëria juve është e pak skajshme. Nësë kom drejtë unë me lypa si tema të sëtë nuk i përket njërit, sepse, unë më tash preshtoj, sepse buhet simonizëm. Dhe që a thotë Zotit, që s'monan punën e veç, që dhe që a thotë Zotit, që a thotë Zotit, e kur s'dir me përzim këtë tema të punu veç një ven, një turim. Që tash pëndërlidhën të që kjo tema e inovacioneve. Po, inovacione. Inovacioneve tash krijimi i njerëzimit që ka folë Zoti. Po. Tash, po pe folë Zoti njerëzimin, po. E tash e ka bo
që edhe me vdek. Po, Tash teknologjia me dol e me ringjall. po. Do të alibi se këtë librat fetar, teologjik, e mbyllin kaptinën. Këtë drejt ekskluzive për ringjallje, ja dhënë, aja atribojnë direkt veç A Zotit. është kjo ndërhyrje tek Jo, nuk është. Nuk është. që po bojnë një Jo, se feja e përmbyll kaptinën se unë si fetarën vetëm fejnë muj me të mbishqiru. Pra po mbyll këtë kaptinën ja atribon që vetëm kush e adhuron Zotin, thotë veç Zoti mund me ringjall njerëz. Apo kush e adhuron Allahun veç Allahu. Ashtu E mbyll me dy. Ama pjesa inxhinierike, pjesa inovative, ajo nuk pyet. Unë e di që ekziston Allah, po unë e punën ta me kry. Sikur për shembull ora me ta kry punën tonë për shtaj ke ble. Ti me moqit mikrofon me kry punën tonë ti di që ekziston Allah, po s'kom çfarë po shtot, edhe me besun Allah. Ka kriju njeri, këto ka kriju njeri. Po Ka teknologjinë ka kriju njeri. Edhe na krym punën tonë. Trupin tonë, njerëzimin, ato ka kriju Allahu. E ka kriju Allah, po na nuk i përzimin punë të Allahut. Kjo është punë e veçantë. Kjo është, jo, nuk është punë e veçantë. Kjo është pak pi përzish në punë tina. Jo. Ai të ka fol ty, Po. edhe të ka marrë ty, tash po mënosh me kthy apet. Kjo është një ndërhymje që po mënosh ti me ringjall një njeri. Feja deri që tash të ka blloku për shembull feja krishtiane apo islame, sikur me blloku zogun vezën e pulës. Kur del zoga veja, ajo njerë kur i kupohet, ajo rritet del zogu. Veç ja thënë lëvoshkën pak, cak janë nis me dal për lëvoshkës. Edhe na tash, se libra fetar thot, o njerëz, ju kam nështru tokën dhe qejt për juve. Feja islame thot, tokën dhe qejt, jo veç tokën, e njerëz dhe gjallës të tjera. Po tokën edhe qejt. Që të më thonë, moni me fleturu nga galaktik. Ja aty thot, në atë botë e keni jetën e përjetshme. Se hapshë që kjo nga jep dyshimet dhe skepticizmin që kur të mbarojmë sistemin tonë diellor me planete inteligjente intelektuale, tek që atëherë do të jemi të përjetshëm. Se për me kjo bota është e vogël, për me marru ekonomi të madhe. Se për shembull Kosovën 50 kaçë me synu me bo, e bën nxjerr nga orbita këtë Kosovën, këtë botën. Këtë botën e nxjerr nga orbita. Se për shembull një kompani në Kinë e ka marru një dik me 3 gyka quhet. Ajo ka zhvendos rruzën toksor, vetëm se 40 kilometra kub ujë i ka grumbullu me një vend, e ka zhvendos, e ka zgjat ditën për 0,66 mikrosekonda. Kjo e prek gjithkund në botë. Kështa me ekonomitë të mëdha pa planetin tokë nuk bën me pas. Të grumbullu me një vend, se në lësh vendesh po, s'është problem. Po e të na, për shembull, ku është vendi më i përshtatshëm për shembull për me bëni? Kosovë do të më marru fabrika, do të më marru fabrika për më ty ta merr mendja që është vendi më i përshtatshëm. Jo, për fabrika të Kosovës apo në Bjeshka dikon. Këto do pa tjetër me qyre si pas kushteve klimaterike që mos me konë i vërshushëm, mos me mujt me vërshumë ka kanalësit bitetore me konë kodra po dhe tokat pjellore mos mu prek. Po në cilën pjesë, na me bo edhe një kërkesë në ministri. Në rregull. Kena me bo një kërkesë në ministri që me ta vonë me ta do një pjesë të ukës që në momentin që të bo diçka me konti përgjithë i asoj pjese për me kriju një farë objekti, për me bo këtë farë krijimin e këtyne farë teknologjisë. Faleminderit. Që tash edhe objektet që shi planifikoj, par fabrikat që shumë fabrikat. Rrugët prejnë thash bohen një minus 11, 52 metra, 56 metra bohen të fjella. Kurse apartamentet e banimeve që i bohen pranë rrugëve, 56 metra fell një rrugë, 56 metra soni banes 20 kaç që prejnë. Të prejnë krejt mirë profesionale shkencore. Ka një ambullu, ata veç me bo mande 56 metra prejnë të fell, bohen 11 kate rrugë. 11 kate. I pare ka në fund minus 11 që është për ujnë atmosferik. Me pru mande gypa që bin ujnë e pijes, gypa që bin ujnë për me ujtë lullit, se këna pas ujë e shpes dhe kafsh për to, dhe qanë që shdojt. Një shpes me hinë në tokë? Jo, shpes të i rujnë në apartamente, kush është admiru, që ka qef shpes, papagaja, pluma, zoqa, që u shene i mbana tje me pru ujë ekskluzivisht për ta. Mandi. A një vendosa e sistemi pik-pik? Sistemi ujë pik-pik i vendosët bime që kina në terasa. Se për shumë terasat mujna me dëshat për 5 metra. Edhe mojt
praverën e hershme, mund me mojt për shembull këto qershin edhe vishtin. E bjen pemën, gatash. E bjen pemën me gjithë vazon e vet, e vendos aty edhe ka qershia. Sot ka qershia që e mojt aty. Edhe vishtin. Sot kur ti hash qershiat dhe vishjet natyrale direkt prej pemës, tash ju lutem punëtor e thret telefonin deponin ku deponon këto, për të lutem hajde merr me qershiat e vishjes se po du tash me pas dardhën. O, pihojnë qershiat, po tani po fejhen e... Dardhat me... Mami mës me bo që me mirë diçka tjetër. Mandi pa tjetër që po shallë vinë dardat verore, apo dardat verore apo frutat verore, mandi vinë zëvendësime dhe frutat vjeshtore. Dhe këtë lëshmërisht bëhe shoku që me kriju oksigen, me kriju atmosferë ajtë pasë që kuptohet, madhe me kriju freski verës, madhe edhe dimit ndryshon klimën pema vetë, edhe lëshmëri plot mira ka. Më thë se edhe për kafeterit. Po. Më thë se do të jesin ata drënd, ato... robot, po. Tash po lidhën të punësimi. Po. Për shembull, nëse vin avancimi i robotikëve, ato edhe i dronëve që të shërben, ty ta bjen kofën, në ulna, këto vjen droni ma bje kofën. Po. Qa do t'jetë puna e punëtorëve, ato kamarierëve, atyne që banakerave, qa do t'jetë puna ato si pas teje, për shembull. Qysh do të punojnë ata ose do të largohen nga puna? Shumë. Unë quj apartamente inteligjento intelektuale. Do thënë këtë shteti bëhet me kësi apartamente inteligjento intelektuale. Që kjo përfshi që inteligjent me konë i meqëm dhe përtu se sane, po dhe intelektual që ka kry shkollë fillore të mes me fakultet apo magistraturë dhe doktoratur. Që dy përfshi me inteligjento intelektuale. Vështan njerëzit me një intelektualitet dvogël të viju kursa trajnim apo shkollë mes me fakultet apo shkollë natës, mund me profesionalizu edhe me kriju satelita. Një pjesë dvogël që zë me thonë tërë satelitit. Tërë satelitit zë me thonë, se këtu kamarierë si shtama dhe më parë, këtu bakja jenë me master të mjekësisje për një kamarierë. Na jena populli që dëtë. E për Na muna me bojnë gjithë shka. Veqi edhe me shëqu, me neglizhu të arritërat të intelektualitetit nuk bën fare. Shoh që pezullomi nga intelektualitetit. Se intelektualiteti është një dije e thellë, ku njeri gjërë e gjatë e saksisht e seriozisht qetë në rrugë. Me po me këshyrë shumë, me dalë prej rrugës, ma dhe njerë si me delë me Bugatti me dalë malit me isë për pjetë. A këto që e frish kejtë. Shohulla e presëm e mërina që tomë, që të parë teknologjia dhe na. Kamarierat... Unë në kam e konë krahë juti për me ndihmu ty në fillimin e parë të punës, për me kriju ata dranta ato. Po. Për çdo sen më ki mu. Mas pari këmë ta bo në reklam ty. Falinderit shumë. Këmë ta bo një reklam. Falinderit shumë. Nga me këshyrë qysh po reagojnë ata drant edhe mënyra robotike e teknologjisë. Ta të regoj pëse ka rëndësi. Kjo është të rëndësi se kush rruzullin toksor, halas ka marrë vendimani me bo, mu saksisht jetë gjatësin, mu saksisht përjetësin. Vështa nuk ja qëllan. Sikur me gjujt, për shumë, po do me gjujt kitë zokë që atin pëmë që është, po gjumë kiton. Kur bak jesë ja qëllan atë zokë me gjujt, për shumë, të gjujt për gja. Hipotetikisht po thëmë se gjëra, tërmisa dhëtë për gja. Po në ashtë arrës me kështu, me spont. Jo, me spont, ja me e fe, diçka me e fe. Po siguria, qysh do t'jetë në Kosovë, për shumë, do t'jenë polic të robotave ata? Siguria, gjëra të shme që për robotët mas mishë, dhe është se mund me qenë edhe zemër gjërë, e bujar, sot maksimalisht që është të nëveshme me kështu një robot, a i do të merë masa mbrojtëse, po amon gjotër nuk do t'jetë rigoros në qytetarë. Se polici vetë mbrojtës është njëri si na, a mund me marrë edhe vendime të rrezikshme, me lidhë durt apo me torturu njërin. A roboti e ka hapësirë toleruese ma shumë. Po ta merë meni aty që ma shumë toleran një robot, që është i ndërtum për teknologjisë, se një person që është... Që është programot. Ka programot. Ka për shumë
Se ka për shkak chat GDP, zja Me arginin bo për mja ta. put një tel atina. Jo, hermetizohet, mbyll dhe sonia. Po del pi kontrollet bën Edhe me ta tregoni që. qytetin të merë. Çfarë ta tregoj çka është Kosova e çka do të jetë planeti. Sipas inovacioneve dhe reformave të mia që kom përgatitur. I bojmë apartamentet e banesore që ka shumë apartamente banesore për pjesën intelektuale me fund kompjuter, dhonat që na vijnë për satelita me bo, me kriju fluturake kozmike për sistemin tonë diellor. Sistemin tonë diellor me bo planete intelektuale. Edhe drona tash kanë fillu mu prodhu këtu të na. Po, kanë prodhu me vëllo dhe kontraktime, bilim i gatshëm me bo me njës që prodhojnë drona që kanë një huri sepse jo vynë aty në kontraktimet. E jo me neglizhu të arritura, çfarë do të arritura që kanë bo njës në Kosovë do të mi përkrah sepse nuk e kanë fort let me bo inovacione e pa përkraje. Se për shembull, ka Ministri të Arsimit ka qenë dhe inovacionit. Ajo është formalitet shumë i vogël. Ti si lloj eksperti, sa ta merr mendja që në Kosovë janë prodhuar drona, sipas teje, mënyrë teknologjike, apo ta merr mendja që është veç një dron në Kosovë, apo kanë prodhuar janë të prodhuar gradualisht në Kosovë. Droni i parë u prodhu 1969 në Amerikë. Jo, Në Amerikë. E tash po të tregoj historikën e dronit. Fluturake pa pilot të quajtur asokohet dron. E dronat peq kur kanë ekzistu për 1969-s, unë kom lind vetë 1969. 1975 është unë kom marrë shembuj drone. Të shajt kjo, që pas ke lind ti. Po, për shëta po akja dhe është lirë, zotin më ka lirë. Te ko kandidat historike, për shumë formimi i teknologjisë, Po. pa pilote, pa këtu dronave këtu, për shumë tash, këtu kanë të lidhë edhe do të lindjes tënë. E këto drona... E pas këtë inteligjencën... Po, se u nisë me vjet u konë në 69-ën, edhe fluturimi i parë i njërit në hanë, që tash u bo dhe Artemis 2 që ka po fluturimi në hanë përsëri. Fluturimi i parë kërë ke Fluturimi rreth thonë. Ja, se unë më kujtohet para se me lindon është fluturakja mas me. Nuk kujtohet saksisht. Po në vitin 69 po. Kur ke mbush një vjet ose 2 vjet. Ja, 1969 u shku njëri në hanë, edhe fluturakët pa pilot që në formu mund 1969. Po konë sekret, ushtarak i Amerikës nuk e ka jep këtë sekret kërkojna. Se Amerika pa tjetër sekretet ushtarake, sekretet intelektuale, sekretet inteligjente kompjuterike i runë këtë për siguri mas pari. E mandi për tjera. Po i ke marrë gjithë qëtu informacionet? I kom marrë për internetit dhe për televizionet. Familja jam kena pas televizion me tregu televizion shtëpiak, për 1967-ës. Këtë fare fisi kanë pa fizit e diturisë aso kohët e ditëve të premte me festu. E zotin bo akja për shtam ka kriju në atë shpi që ka pas festime, shumë ka pas haje, pije, dituri ka njek dituri, e kom lind, unë 4 motra i ka më shumë mësën. Unë jam fëmija i 5 mashka, madje edhe një vlla ka më 3. E për shtë arsye po them që nashta çato janë ndërlidh duat e njëri që hongër e të pije të shy televizor, edhe kam bo dua për me kon fëmija ma inteligjent. Po. E për shtë arsye ka ndodhë këtë tema. Për shtë arsye po ma merr menja se lidhet që vetëm me besu, se që këtë gjithë e kamera mundohë që zgjohë telepatia njeri. Se lemo duat që abon feve islame, feve krishtere, e kështu me radhë. Edhe për fond për ta bujna një pyetje. Po, pa tjetër. Tash, nëse e shet dikush këtë farë, besoj që kanë me po shumë njerës. Shqyqus, po, njerës. Kanë me po këtë video, a pajton me bo me thona e farë kërkese, po në ministri, po dykon me shkue një jep këtu farë idejti, si qytetarë. Këto ide. Edhe me bo një plan, me konti organizatori kryesor i plan programit teknologjisë për Kosovë. Po, unë keq të plane, reforma, inovacione, shpikje, zbulime, evolucione që i kom përfshi i ruj për ministrin, me pas një ministrin qeverin kurti 3 pa tjetër. Ministria do të mu qëjtë gjatësis, përjetësis dhe rinjallës edhe për të gjithë. Qeverisë kurti 3 si ti? Ba më ndokën si po. Më konë minister ose president.
Në që se bona ministër i jetë si këtë inovacioneve mi bo në shtetin Kosovë edhe kontrata me secilin shtet me bo që me zbatu këtë inovacion praktik. E që se bona president që pa tjetër me përhap këtë ide inovative qeverive të botës e prezidentëve të botës e që me është një nyshe sa ma shpejt më bo jetë gjatësia, përjetësia dhe rinjallja e njerëzve. Sepse planete, sisteme diellor, galaktika ka miliona, triljarde. Dhe mos më nguli se këtë pe gurit e pe didet jenë formu. Për kryeministër s'të kisha thonë. Jo, kryeministër s'du me u bo. Jo, kryeministër s'të kisha thonë se është. Po që tash është puna asanej asknej. Po. Për president, quti shuk jam, shkon president atje, Ko ki venin. Goja një takim. Edhe se nashta edhe e ki venin ato, se si dijet që është sile, i vyjnë një kësi njeri adekuat për çështjen e me udhëheq Kosovën, edhe ti shko bisedon mas pori me kërerët e shtetit që janë, dhe të vendosjes, opozitën, mos po të afrojnë në farmundësie me hisi president. Me shfrytëzue edhe mendjen se për çka ki, me shku me fol me bashkimin evropian, me Amerikë, me krejt botën, mjau përkujtu këtë gjona, se nashta ato halojën flejt. Me të tregu këtë statistika sa shumë rëndësia. 175.000 banor vdesin rruzën toksor në 24 orë. 63 milion banor në vetë. Unë e vetë e kom emrin gzim. Po këqyre të kondërtën, piklem. Piklem maj masë me vdek njërë s'ka. Pa marë prasë çfarë të lloj vdekje që të si. E për çda kom këshyr me bo pa tjetër me gëzu njerëz konda që të shoh, konda që të njoh, me çfarë të lloj mënyre normale njerëzore që duhet. Për shkak të arsye sidomos gëzimi maj masë me bo përjetësinë e njerëzve si thash galaktika ka planete sa dush. E planete inteligjente intelektuale, apo parajsa, apo paradajs, apo heaven, apo gjenete. Mund të pranu sa dush, eksistojnë miliona planete. Po është president më shpejt. Edhe pishtin këtu, nashta edhe ullet pak rasti vdekjeve. Po, pa tjetër këto është... Po dhe ndeqin, apet kemi qupë. Mekanikisht, mekanikisht, 27 banor vdesin në ditë në Kosovë. Mekanikisht, kena mi thonë, mu më rol e mu piklu, pas ka shku njëri, qa po më dhime. Ka shku, pa marrë hala vendimin për frizim për rinjallin. Ky pas ka shku me një kishë kena me thonë, po hina rëzik dhe na, mos më disë me na me 3 gishta kena me thonë vetit. Qëta 3 gishta tjerë kena me thonë vetit. Pas ka shku dhe kjo, po gjyna, po vjen më një, sa mërzi, po vjen se ku njeri mi. Po me 3 gishta kena me thonë vetit dhe vetë kena me shku në që se ndërmarim hapa. Nuk ndërmarim hapa. E ku ndërmarim hapa, tek atëre dim që kena siguru diçka. Aja është shumë, nashta me rinjallë krejt, po një jo. Jo, kur rinjallë bëhet për të gjithë. Se bëhet vendi caktum. 27 banor kosovar vdesin në ditë. 27. E bëhet vareza e caktume, për shkak a do të një bon vareza e caktume ku frizohen po do të objekt special më bo, këtë bëhet për buxhetit të mi. Për shkak që se bona ministër për ministrisë time bo, se kom reforma që bëhen paraja. Se paraja jo të je president. President. Atëre se presidenti zgjedhë këtë tema të krejt. Edhe këtë teori bon sakse e koplavitën është të paraja. Paraja nuk isë shpejt. Paraja veç me isë 10 në vjetë ka 6 miliard 960 milion sa janë bankat Kosovës, për 10 vjetë bon 69 miliard e 600 milion. Bugjeti i bëllë shumë nashta për... Bugjeti është konform GDP-s. Konform GDP-s sa bose, sa më në marë donacione dhe financa kreditore qeveria. Momentin që të bësh të president edhe që të shkojsh e t'ja u spjegojsh këtë teknologjinë edhe këtë idejen të une, besoj që donacionet s'kanë më të nëllë ty? S'kanë më nëllë, po veç ma qefi që ka pas Amerika më janis me organizu vetë për vetë i shtetë vetë. Se mund do që para neve e zhjetë. Ty si të bësh president do ki kanë me të morë atje, ty kanë me të qurë. Se pa tjetër, se ka përëntime që jepin donacione, kredidhonje se jetën e kemi një. Si vrim të qesit me këshu njëra e këshu si për vrim të qesit, jetën a këna me kontë për jesë shumë ajo.
njoni e zgjedhi për qeverive botnore e që e gjetë në shitje për tjetë, këtë kam shku me blime jarë. Se kjo është domosdoshmëri që s'ka diskutim. Na i bravo. Si për lupe, apo si për vrimet qesit me këqyrë, kushtë që e boni i pare abone, apo mole me pas drejtën autoriale me blisë ato që të kushton se ajo që këtë universin kina me pas blondurve. Jo e shpia tona, e planete gjenete, e planete parajsa, planete heaven, qëfar të qështë që të adhurojnë Allahun apo Zotin njerëz në të qujnë, po kina me pas këtë universitet plomdorës. Se këtë prej gurit që të qarë përshet. Me pëm, me gjelbre, me këtë janë po prej gurit, prej dhe shmërive, transformime të gurit, edhe tujit. Ka në galaktik sa dush, në univers sa dush ka. Edhe uj, edhe gur, edhe tënat mira, edhe djej ka sa dush që i bëjmë majtë temperatura, po se është të nevojshme në mënyrë naturale që veqim në mjetë dilit. Ndërru, më në të falenderoj, dhe ta oroj postin. Falenderoj i parja, falenderoj. Jam në i pari që ta kom po këtë intervist edhe po ta oroj postin si president. Falenderoj. E që të bona president edhe se është problem nuk i jesë mua ti individi apo dhe jësë fillohar është asjuve. Se na jena bon iniciator të por. Mundo që si iniciator të por më marrë dhe si bashkëpunëtor që të bon intervista me mu, gjona të shmejmë që pa lek s'ka lëvizish. Zbolimet e këtu do i njëkëm bashkë. Voj bashkë. Falendit.